do të kalojmë tek Gjesti. Të flas për Gjestin, në fakt unë që e kam komentuar për muaj të tërë që jam familiarizuar në një farë mënyre me të, më besoni që e kam shumë të vështirë, sepse Gjesti ishte një banor i cili diti të na tregoj që shumë të ri të cilët kanë ëndër muzikën, të cilët kanë ëndër të bëhen artist në jetë, do me thënë muzika është një shpirt i veçantë. Ato që e duan muzikën, që admirojnë muzikën, që janë fansa të zjarrt të muzikës, do me thënë vetëm zemra e tyre, vetëm shpirti i tyre e din se sa ato duan të arrijnë në jetë, apo se sa ato duan të realizojnë projekte. Tani unë edhe në kohën kur Gjesti rëfente historikun e jetës së tij, unë nuk kam paragjykuar në asnjë mënyrë produksionet, studiot muzikore që ndoshta nuk i kanë hapur derë, sepse në fund të ditës, do me thënë, edhe ato veprojnë për interesat e tyre, veprojnë për të përfituar lek. Por, hyrja në Big Brother dhe mundësia që i fali Big Brother i Gjestit, i dha një derë që Gjesti nuk e kishte imagjinuar kur se do t'i vinte. Mirëmbrëma Alejandro, mirë se erdhe. Më thuaj një herë mirëmbrëma para se të komentosh. Jam i lumtur në fakt që hyre, sepse të kam kërkuar dhe do t'ju lutem që të gjithë ta shpërndani sa më shumë tek të gjithë fansat, tek të gjithë ndjekësit këtë live, që të bëhemi një numër i mirë konsiderueshëm për të komentuar ngjarjet më të fundit. Tek Gjesti që i kisha muhabetin, do me thënë, Big Brotheri ndihmoi jashtëzakonisht shumë që Gjesti të tregoj vlerat e tij, që ndoshta më herët nuk i kishte treguar, edhe pse për mendimin tim Gjesti ka treguar shumë vlera. Po të futemi në historikun e këngëve të Gjestit, në klipet e Gjestit, në këndimin e Gjestit, ato që janë muzikologët din shumë bukur se Gjesti ka një këndim shumë të veçantë, do të thënë nuk mund ta gjesh tek të gjithë reperët këndimin e Gjestit, është një djalë me shumë norma, me shumë vlera, me shumë dimensione brenda vetes së tij, dhe Gjesti, ashtu siç Zoti diti radhis gjërat edhe diti vë gjërat në përvendet e tyre, Gjesti arriti atë që duheshte ta merë. Do me thënë Cezari mori atë që meritonte. Tani, a është bërë padrejsi nga Gjesti? Me patjetër që është bërë padrejsi. Jetojmë në një botë ku mlefi, urrejtja, inati, fjalët nga mbrapa shpine janë ato që në fakt të prishin shumë punë, por Gjesti me shumë besim tek Zoti dhe me shumë durim arriti që të merr atë që ai meriton. Tani, Gjesti pati një verë jashtëzakonisht të suksesshme, një verë që u shoqërua pak edhe me probleme nga xhelozia, unë kështu në fakt e shoh problemin, respekte për Erkant Shabanin, udhëheqësin e Onimës, por Onima pati një konflikt me Gjestin, që ju e dini shumë bukur, një konflikt që u bë tepër medial, që dëshironte të merr publikimin e këngëve të Gjestit pasuar me monetizimin, dhe kjo gjë e prishi raportin e Gjestit me Onimën dhe ndaloi punën e Gjestit. Domethënë Gjesti nuk postonte këngë, edhe pse në fakt e kishte gati këngën Gasolin që e promovoi vet, nuk postonte këngë shkaku sepse dëshironte që t'i sqaron një herë e përgjithmonë këto probleme që në fakt i bëjnë këto producentët për të përfituar për kanalet e tyre. Pas kësaj ngjarje shumë të madhe, erdhi gjëma e madhe që në fakt e përfshiu familjen Kelmendi, humbja e jetës së Eldionit, vllau të Gjestit, një personazh në jetën e tij që Gjesti në fakt e përmendte dhe fliste me shumë emocion në Big Brother, ashtu siç çdo vëlla në fakt flet për vllain e tij. Kaluan muaj, të gjithë në fakt ishim në pikpyetje, në qoftë se a do të rikthehet Gjesti apo jo. Shqyr Zotit në këtë rrugtim të gazetarisë unë kam vepruar me drejtësi, gjithmonë e kam thënë që Gjesti fillimet e tij në rikthim, se me patjetër një artist duhet të rikthehet. Gjesti duhet të rikthehet për të kënduar për Ëngjëllin Mbrojtës tashmë, ne besojmë domethënë se shpirti jeton. Rikthehet për publikun i cili duar trokiti dhe mbështeti 7 muaj me radhë, dhe njëkohësisht rikthehet edhe për të lënë një mesazh. Dhe kënga, e cila është publikuar tashmë nga shtëpia muzikore 360 nën udhëheqjen e Bonart Ajvazit dhe në Instagramin e Gjestit, flitet për një këngë që thuhet Memorjes. Do me thënë, në përkthimin shqip i bie
le ta quajmë kujtimet. Dhe çfarë kujtimesh Gjesti mund të sillte përpos se kujtimet me vëllaun e tij? Nesër në orën 18 në kanalin zyrtar të Gjestit do të postohet kënga Memorie. Do të thënë shikojmë një videoklip i cili është pothuajse bardhëzi me një ngjyrë të kaltërt të mbyllur sipër, që do të thënë tregon dhimbjen, tregon shpirtin e thyer, tregon ngritjen pas një lëndimi shumë të madh dhe pikërisht Gjesti po rikthehet në skenën muzikore pas një vështirësie të madhe që kaloi. Do me thënë Gjesti rikthehet me një projekt që i kushtohet me aq sa unë e shoh, edhe pse nuk kanë dhënë detaje realisht të detajuara për projektin e Gjestit, rikthehet me një projekt që i dedikohet vllaut të tij, Eldionit. Do të thënë një projekt që brenda saj mban fjalë për vllaun e tij, mban kujtime, mban momente, mban emocione. Nesër në orën 18 do të kemi fatin që ta ndjekim këtë projekt. Unë njëherë pikëspar ju uroj shumë suksese. DJ Gimbo brenda në shtëpinë e Big Brotherit tha se nuk e di se kur do të kthehet Gjesti, ndoshta e kishte për koncertet, por me videoklipe domethënë Gjesti tha që në janar do të kthem dhe pikërisht Gjesti kjo në fakt është një koincidencë interesante se Gjesti e nxjerrën këngën e tij pikërisht në ditëlindjen time dhe kjo është për të duar trokitur, domethënë unë e kam mbështetur gjithmonë dhe siç duket Gjesti e ka ndjer këtë gjën dhe unë edhe Liona në fakt e kemi nesër brëma ditëlindjen dhe kështu që Gjesti na surprizon me këtë dhuratën e bukur. Unë uroj me zemër që kënga të vi me shumë emocion, e di që do të merr miliona klikime që në momentin e parë sepse publiku e pret me shumë admirim, domethënë mezi presin që Gjesti të nxjerr këngën dhe ta duartrokasim, ta duam ashtu siç e kemi dashur. Unë i përshëndes shumë nga zemra edhe grupin në Instagram Tem Gimbom duket është, Team Gimbom, falni. Është një grup që mbështetën Gimbon dhe mua më kanë bërë aty pjesë të grupit të tyre dhe më komentojnë dhe i dua shumë. Dhe kështu që nesër të gjithë ta mbështesim, ta ndëgjojmë dhe ta komentojmë këngën që në fakt janë kujtimet.